Abuzimi seksual është një nga format më të vështira dhe më të rënda të abuzimit, sidomos për një femër dhe sidomos kur ka ndodhur në një moshë shumë të vogël. Shpesh personat kanë pësuar një abuzim seksual edhe në moshën 3 vjeç, 6 vjeç, 10 vjeç, dhe shpesh ky abuzim ka ndodhur nga një person i afërm i familjes, që mund të ketë qenë edhe një daj, një xhaxha, një kushëri, një fëmijë apo një mik familjeje. Kur ne jemi aq të vegjël, ne nuk kemi mekanizma mbrojtës dhe nuk kemi fuqinë që të veprojmë apo të bëjmë ndryshe. Shpesh kur ndodh një abuzim, jo vetëm ngel zhgënjimi i faktit që një person i besuar, ku ne duhet ishim të mbrojtur dhe të sigurt, na dhunon fizikisht dhe mund të ngeli në jetën tonë për shembull fakti që nuk mund të jemi të sigurt në asnjë vend, nuk mund të besojmë tek askush dhe kjo mund të ndikojë jetën tonë adulte në forma të ndryshme. Por mund të ndodhi që në momentin që ne abuzohemi, kufijnë tonë, pjesa jonë më e afërt intime, shkelet, ka përcehet, dhe kur jemi të rritur ne mund të kemi probleme me vendosjen e kufijve, me të thënit jo. Mund të kemi vështirësi të themi jo, mund të kemi vështirësi të vendosim kufijnë, ose mund të jemi që vendosim tepër kufijnë, mbajmë larg çdo kënd, i themi jo çdo kujt për të mbrojtur. Kur ne përjetojmë një dhunë seksuale, kur jemi të vegjël, kjo shpesh mund të krijojë shumë ndjenjë turpi, ndjenjë faji, mund të ndjehemi të pista fizikisht. Unë kam parë për shembull persona që bënin ndush 3 herë në ditë në moshën 35 vjeçare, dhe kur kemi punuar së bashku me seancë, domethënë ishte ndjesia e të ndjerit të pisët që personi mbarte që nga fëmijëria, që nga një dhunë seksuale që kishte përjetuar, dhe që e bënte që të bënte dush vazhdimisht, që të lante atë memoria të ndjesie nga trupi i saj. Ndjenja e turpit dhe fajit mund të udhtoj vazhdimisht me ne, dhe ne mund të ndjehemi për shembull vazhdimisht në faj dhe kur nuk kemi faj. Kur ne pësojmë një abuzim kur jemi të vogla, ne mund të jo vetëm që na shkatron vetbesimin. Pra, abuzimi, sidomos abuzimi seksual, shkatron totalisht vetbesimin dhe ne mund të kemi ndjesi që nuk ndjehemi asnjëherë mjaftueshëm, nuk kemi besim te vetja, ndjehemi të pasigurta. Kjo është edhe sepse një abuzim i tillë e shkatron vetbesimin ton. Mund të kemi probleme me lekët, me bollokun në jetën tonë. E di që kjo duket pak më e çuditshme, sepse unë nuk e dija dhe nuk e mendoja më përpara që abuzimi është kaq i lidhur drejt për drejt me lekët dhe me problemet që ne kemi me lekët e bollokut në jetën tonë. Abuzimi mund edhe të krijojë probleme fizike, probleme në organe, në sistemet tona, për shembull probleme në lëkurë, për shembull me rozacea, me dermatite të ndryshme, për shembull probleme me infeksione urinare të vazhdueshme, që kanë të bëjnë me çështjen e territorit, e të thënit jo, për shembull mund të krijohen në zonën seksuale, mund të kemi probleme me vaginizmin, pra mund të kemi për shembull dhimbjet menstruale të forta, të fuqishme që një vajzë ka, sidomos kur ato janë nga cikli i parë gjithmonë, domethënë kanë qenë të tilla, mund të jenë një pasojë e abuzimit, një dhimbje të qenit femër. Problemet e ndryshme, endometrioz, adenomioz, kiste, fibroma të botës femërore mund të jenë lidhur edhe me energjinë e abuzimit nga ana energjetike apo emocionale. Kur ne abuzojmë krijohet dhe shumë zemërim, sepse në atë moment ne nuk kemi ditur apo nuk kemi mundur të reagojmë ndryshe, dhe kjo mund të shfaqet në jetën tonë, mund të mblidhet, mund të akumulohet ky zemërim dhe i pa adresuar, i pa shprehur qartë, mund të ndikojë, mund të shprehet në mëlçi, mund të shprehet në sistemin ton gastrointestinal, po sidomos abuzimi seksual shprehet shumë në sistemin gastrointestinal, pra stomak edhe zor. Shpesh ne nuk ta mendonim asnjëherë që për shembull problemet me stomakun, me fryrën e stomakut apo me jashtëshitjen mund të kenë të bëjnë me abuzim, por unë kam punuar me shumë raste vajza që kishin probleme me sistemin gastrointestinal dhe kur fillonim nga aty gjithmonë shkonim tek një abuzim.
Dhe në momentin që kemi punuar me abuzimin seksual kur kanë qenë të vogla, problemet e stomakut, problemet e sistemit gastrointestinal kanë ndryshuar, janë transformuar, janë shëruar. Abuzimin shpesh ne imagjinojmë si një akt i plot seksual, por nuk është absolutisht kjo. Shpesh abuzimi mund të jetë edhe thjesht kur një person na shikon, thjesht kur një person na hedh disa fjalë, thjesht edhe kur shqipton një person thjesht edhe vë duart poshtë fundit për shembull, edhe këto janë forma abuzimi. Pra nuk duhen zvogëluar çdo lloj forma abuzimi që mund të ketë ndodhur. Secili e përjeton çdo formë në një mënyrë ndryshe dhe ndonjëherë një person edhe një fjalë apo një dorë poshtë fundit mund ta imagjinoj se mund ta përjetoj në jetën e tij, pra konsekuencat, pasojat që krijon në jetën e personit mund të jenë shumë të mëdha, mund të jenë shumë sabotuese, mund të jenë shumë shkatëruese edhe pse ka ndodhur vetëm aq. Prandaj nuk i minimizojmë, nuk i zvogëlojmë asnjëherë as elementet më të vegjël. Në kohën që ne kemi qenë, keni parasysh që për shembull në brezat tonë, unë them për brezat e viteve 90, 80, por jo domosdoshmërisht edhe më vonë, edhe në vitet deri për shembull kemi pasur 97-ën. 97-a ka qenë edhe një periudhë goxha e vështirë sepse shumë vajza janë marrë dhe janë çuar prostitute. Ekzistonte frika se mund të merrnin, mund të përdunonin, mund të çonin prostitute. Ato memorie, për shumë memoriet e 97-ës, ne mendojmë se kanë ikur, mendojmë se nuk ekzistojnë, por ndërkohë ato janë në besimin kolektiv, ato ndikojnë, ato janë shpesh të pashëruara se ne nuk jemi punuar. Kështu që shpesh kur na ndalonin në rrugë, djem që na ndalonin në rrugë ose na ndiqnin, sot ndodhin më pak këto gjëra, por dikur ndodhin, ose për shembull në autobus, kur afroheshin në autobus, afroheshin tepër afër me trupin fizik, meshkujt, edhe këto janë forma abuzimi. Ashtu siç mund të jenë forma abuzimi kur në një vend pune apo në universitet, një profesor apo një person me një rol të bëjnë komplimente apo oferta apo shantazhime në aspektin seksual, në aspektin femëror, gjëra edhe këto mund të jenë forma abuzimi që mund të përjetohen nga një femër, dhe të gjitha këto së bashku ndikojnë mirëqenien tonë fizike, por ndikojnë edhe në mënyrën se si ne i ndërtojmë marrëdhëniet me botën e jashtme në fusha të ndryshme, dhe mbi të gjitha mund të ndikojnë edhe marrëdhënia në çift, qoftë për të gjetur një partner kompatibël, por qoftë edhe për të jetuar një marrëdhënie në çift të shëndetshme, sepse shpesh ka persona që janë në një marrëdhënie në çift, ka persona që janë martuar, kanë 2 fëmijë për shembull, dhe jetojnë shumë keq marrëdhënien seksuale në çift, sepse pavarësisht se ai është bashkëshorti, nëse personi nuk e ka shëruar abuzimin që ka përjetuar, abuzimin seksual që ka përjetuar në fëmijëri, kjo vazhdon ndikon marrëdhënien në çift, kjo e saboton marrëdhënien në çift, krijon konflikte në marrëdhënien në çift, dhe unë kam parë disa martesa të shpëtohen në momentin që ne kemi punuar me personin, sidomos me vajzën, në lidhje me abuzimin seksual që ka pësuar në fëmijëri. Ka pasur për shumë marrëdhënie që persona që nuk kryenin marrëdhënie në çift prej vitesh, dhe në momentin që ne kemi punuar me abuzimin seksual në fëmijëri, kemi shëruar këtë gjë, personat kanë filluar përsëri të kenë marrëdhënie intime të shëndetshme në çift, dhe kjo ka transformuar dhe shpëtuar një marrëdhënie. Prandaj është shumë e rëndësishme që neve të punojmë me abuzimet që kemi seksuale që kemi përjetuar, sidomos në fëmijëri, sepse ato nuk shërohen vet, ato nuk transformohen vet. Ne mendojmë që i kemi lënë më pas, mendojmë që i kemi lënë në të kaluarën, por traumat e asaj që ka ndodhur, emocionet, besimet që janë krijuar brenda nesh, ndjenjat, ato vazhdojnë të jenë brenda nesh dhe vazhdojnë të ndikojnë dhe udhëheqin jetën tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta shërojmë. Dhe një nga mënyrat më të mira për të shëruar marrëdhëniet, abuzimet seksuale që ne femrat kemi jetuar të vogla, është një kontekst grupi femrash në një retreat femëror, ku punoj me këtë pjesë në një kontekst, në një rrethgrash të mbrojtur dhe të sigurt, personash të tjerë që kanë përjetuar të njëjtën gjë, që na kuptojnë
thellësisht dhe qartësisht çfarë kemi jetuar dhe ku ne ndjejmë që mund të shprehemi sepse nuk gjykohemi. Prandaj ju ftoj me gjithë zemër që të merrni pjesë në retreatin Rising Over Abuse, ku ne do ta trajtojmë thellësisht këtë temë me më shumë teknika, në më shumë gjyrime, në më shumë kënde, dhe do të jemi në një ambient të mbrojtur dhe të sigurt grash të tjera. Qëllimi është që të shërojmë këtë pjesë, të shërojmë jetën tonë, të shërojmë marrëdhëniet tona, edhe të jetojmë, të marrim në jetë të gjithë dashurinë, lumturinë, gëzimin që meritojmë.